Duke u falenderuar për ftesën, dëshiroj të them se për nga rëndësia, arti, kultura dhe trashëgimia kulturore kërkojnë një vëmendje shumë të veçantë, e cila ka munguar deri më tani. Ky kujdes nuk ka të bëjë thjesht me problematikën dhe veçoritë e kësaj fushe të interesit publik dhe të identitetit ton, por me gjithë vizionin se si një majorancë e caktuar qeverisë, pra përmes kulturës ose të kundërtës së saj. Rëndon në këto vite tranzicionit të zgjatur, arti dhe kultura shihen nga politika dhe qeverisja në optikën e dikushme të kaluar si argëtim e edukimi masave, ose më keq akoma si industri periferike ku veprojnë e frymojnë një grusht artistësh e bëjnë biznes sa të tjerë. Optik, kjo që me ose pa dashje injoron një nga burimet më të qëndrueshme e karakterformuese të një shoqërie, intelektin krijues të saj. Për këtë arsye pranova ftesën duke shpresuar se ndryshimet e mëdha në qeverisjen e nesërme do të ndodhin atëherë kur kultura, edukimi dhe politika sociale duhet dhe do të zënë kryet e vendit në programin e saj. Besoj ato çka do të parashtroj projektin çështje të rëndësishme të problematikave në kulturë, të cilat janë artikuluar pas 10 qindra reagimeve të bëra këto vitet e fundit në lidhje me vlerësimin që duhet të ishte bërë kulturës, institucionet dhe buxhetit të saj, në vlerësimin të dukshëm të kulturës në raport me sektorët e tjerë, por dhe problematikat e reja që krijohen për ditë për shkak të mungesës së një vizioni dhe të një dokumenti strategjik të kësaj fushe. Shenja e parë e rëndësisë kulturës duket fillimisht në vendin që kulturës dhe buxhetit të saj rezervohet gjatë prezantimit të buxhetit përgjithshëm të qeverisjes. Buxheti i kulturës nuk ka qenë dhe nuk është një buxhet që mbar, shpreh ose pasqyron prioritetet e strategjisë kulturës. Kjo për faktin e thjeshtë se Ministria përkatëse nuk ka një të tillë syre është aprovuar ligjërisht dhe se kultura është fushë e cila drejtohet pa pasur një strategji zyrtare. Kësaj nismat, projektet dhe gjithçka tjetër janë më shumë lëvizje të karakterit improvizativ, të paqarta dhe rastësore, gjithçka tjetër janë më shumë lëvizje të përmenda këtë dhe pa lidhje mes objektit dhe financimit të tij, duke humbur në malin e problematikave të kohës. Rëndom thuhet se në tërësi buxheti i shtetit është në rritje, kurse na rezulton se buxheti kulturor historikisht zë vendin e fundit në krahasim me fushat e tjera, edhe si një buxhet tërësisht i pamjaftueshëm në kolonat qendrore sa më poshtë. Në fondin kombëtar të projekteve të artit, kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Fondi i projekteve për artin, kulturën dhe trashëgiminë është tërësisht i pamjaftueshëm dhe demagogjik. Rreth 65% e projekteve që kërkojnë mbështetje financiare te ky fond nuk shqyrtohen, pasi nuk ka parat mjaftueshme për të mbështetur shumicën e projekteve të paraqitura nga institucionet publike dhe private, NGO-të e fushës dhe individ. Për vitin e kaluar, për shembull, nuk u dha asnjë informacion për masën dhe numrin e projekteve artistike që u mbështetën, ndërkohë që vendi nga veriu në jug nuk ndjeu asnjë lloj veprimtarie artistike të organizuar. Ndërkohë referuar ligjit për artin duhet të kishte filluar punë me mbështetjen e projekteve këtë vit Qendra Kombëtare e Artit. Pjesë e munguar e mbështetjes për artin është dhe mungesa tërësore e mbështetjes së krijimtarisë artistike dhe posaçërisht asaj muzikore të kultivuar. Prej së paku 10 vitesh nuk ekziston asnjë fond buxhetor dedikuar posaçërisht muzikës kombëtare kësaj. Krijuesit shqiptar nuk kanë mundur të sigurojnë mbështetje financiare për të shkruar muzikë për gjini të mëdha si simfoni, opera, balete, rapsodi, kantata, koncerte, qoftë edhe për përvjetor të tillë të rëndësishëm siç është 100 vjetori i pavarësisë Shqipërisë, i 100 vjetori i pavarësisë. Më të kërësë s'ka mundur të implementojë realisht në praktik asnjë prej dokumenteve ligjore ndërkombëtar që lidhen me rëndësinë e edukimit artistik dhe kësaj të ndikojë sadopak në mbarvajtjen edhe të shkollave artistike në mbar Shqipërinë, të cilat po rrudhen dhe po shkojnë drejt mbylljes njëra pas tjetrës. Investimet në kulturë. Ministria nuk ka parashikuar ose marrë përsipër asnjë investim serioz për ndërtimin e objekteve apo ndërtesave të reja, të cilat i shërbejnë institucioneve kombëtare të kulturës apo atyre vendore, për arsyeën e thjeshtë se fondet janë të pamjaftueshme për këtë lloj investimesh madhore. Duke mos mundur ndërtimin qoftë edhe të një objekti të vetëm, fondi i pamjaftueshëm në dispozicion coptohet dhe shpërbëhet për projekte pjesore pa impakt publik. Kjo sjellje nuk jep zgjidhje afatgjata për institucione si biblioteka kombëtare që ka nevojë për hapësira të reja, për qendrën kombëtare për fëmijë, e cila është krijuar nga bashkimi i dy institucioneve që janë ngjeshur në hapësirat e ngushta të ish teatrit të kukullave, të galerisë kombëtare të arteve, fondi pamorës të cilës ka nevojë për hapësira ruajtje. Për më tepër investimet të aprovuara dhe të mbështetura nga gjithë komuniteti i artistëve, si ai për shndrimin e piramidës me qendër teatrore, ndërpriten dhe nuk finalizohen. Investimet në kulturë duket se nuk gëshëton edhe me tjera investime që i shërbejnë indirekt kulturës, si buxheti i arsimit, ai diplomacisë për ngritjen pranë ambasadave tona të qendrave kulturore apo financime të rrugëve rurale, të cilat duhet ishin gëshëtuara natyrshëm me resurset e monumentet të kulturës dhe natyrës në zona të ndryshme. Investimet në trashëgiminë kulturore. Për trashëgiminë kulturore, fondi vën dispozicion për rreth 3000 monumente të kulturës të paluajshme, shtëpi kala, ura, monumente kulti, paqe arkeologjike, zona muzeale, qendra historike, me mira objekte të luajshme, 36.000 janë vetëm të regjistruara deri më sot,
si dhe për trashëgimimin tonë të pasur shpirtëror është i pamjaftueshëm dhe në një lloj kuptimi shërben vetëm për të pastruar barrat e të parave dhe për t'i rënë ndonjëherë në të rrallë çiftelisë apo gërnetës. Trajtimi i buxhetit në dispozicion të trashëgimisë kulturore kërkon vizion dhe kurajë si dhe bashkëpunim afatgjat me pushtetin vendor dhe privatët që kanë në pronësi të tyre dhe që administrojnë ligjërisht objektet e trashëgimisë, në mënyrë që fondet në dispozicion të trashëgimisë shumëfishohen dhe nga kontributet e tyre dhe të mbështetësve të tjerë. Kërkohet që rishikimi i strategjisë së turizmit kulturor në mënyrë që kombinimi i trashëgimit dhe turizmit të jetë efikas në favor të ruajtjes së trashëgimisë dhe të zhvillimit ekonomik që i sjell turizmi trashëgimisë. D. Për të drejtën e autorit. Pavarësisht se kanë kaluar 2 dekada që kur Shqipëria aderoi në Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale, aderimi i cili erdhi vetëm pas themelimit të organizatës Alba Autor, në këto 2 dekada Shqipëria ka një kuadër ligjor që i rregullon këtë të drejtë sanksionuar edhe në kushtetutë e akte ndërkombëtare, që janë bërë ndërkohë pjesë e kuadrit të brendshëm ligjor. Situata e të drejtave të autorit në Shqipëri vjen të ngelet në nivele thellësisht kritike, për të mos thënë inekzistente. Në Shqipëri vidhet jo vetëm e drejta autorit dhe pronësia intelektuale e krijuesve, por dhe atyre europian, amerikan dhe më gjerë. E drejta autorit është kapitali i rëndësishëm i çdo shoqërie. Mjafton të shohim sa përqind pronësia intelektuale në GDP-n e çdo vendi, ku zbatohet shteti së drejtës. Niveli shkon nga 18 deri në 27% të vlerës së GDP-s, në varësi të zhvillimit të vendit. Në një vend me popullsi më të vogël e me aktivitet shfrytëzimit të repertorit përfaqësuar nga Alba Autor në Shqipëri, por që është bërë antar i BE-s si Slovenia, organizata si Modër e autorëve mbledh mesatarisht 25 milion euro nga lejet e dhëna të drejta që ju takojnë autorëve. Ndërkohë në Shqipëri asnjë qindark për krijuesit, të cilët shteti nuk i shikon si në shtet as vetë që duhet të garantojë të drejtën. Vendet e rajonit që kanë vojtur nga pirateria në mënyrë të ngjashme me ne, pas plotësimit të kushteve për marrjen e statusit kandidat, një nga të cilat është lufta kundër piraterisë, në zbatimin e drejtave të autorëve, kanë pasur një zhvillim të vrrullshëm të sektorit që ka sjellë një zhvillim për gjithë shoqërinë. Ndërkohë çfarë ndodh në Shqipëri? Ku vendi i Shqipërisë miraton një strategji kombëtare ku s'ka asnjë një shkronjë shifër se sa është impakti që mendohet se mund të sjellë zbatimi i saj në ekonominë e vendit dhe zhvillimin e shoqërisë. E të mendosh që produkte të tilla si kjo strategji vijnë si rezultat i konsumimit të donacioneve e programeve të asistencës së BE-s dhe organizatave ndërkombëtare, të cilat me të drejtë duan zhvillimin e mbrojtjen e drejtave të autorit si pjesë e kapitalit krijues europian e botror dhe kusht i panegociueshëm për integrimin e Shqipërisë. Reformimi i fushës në Shqipëri pikërisht për shkak të ekzistencës dhe mungesës së standardit që përfaqëson Alba Autor është shumë i thjeshtë. Kërkohet vetëm vullnet politik e zbatim ligji dhe BE në këtë fushë komandon parimin One Stop Shop për copyrightin, parim e standardit ngritur nga shoqëritë kolektive të autorëve e botuesve në të gjithë botën. Së fundi dhe një diçka për tok fjalshin turizëm, kulturë dhe sporteve, që përmendi dhe Kiço. Për të gjithë sot është mëse qartë se krahas çështjeve që parashtruar më sipër, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve nuk mund të funksionojë në të ardhmen nën tok fjalshin turizëm, kulturë, rini dhe sporte së bashku. Dikur në vitin e largët 1940, kur Ministria përkatëse drejtohej nga personaliteti Ernest Koliçi, ajo quhej me drejt Ministria e Kulturës. Më pas u bë Ministria e Kulturës dhe Arsimit, pastaj kultura kaloi e dyta duke u quajtur Ministria e Arsimit dhe Kulturës dhe në vijim mbeti fjala kulturë, por gjithmonë bashkëqyruar me rinin dhe sportin. Sa herë që zdilte llogaria, kultura futej në mes të një tok flashi dhe kështu i bie që të ishin në rregull, tashmë me një hibrid që quhet Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Në përfundim të fjalës, mendoj që një kujtesë ndryshe për kulturën kërkon një vëmendje të veçantë për formatin e nesëm të ministrisë, në të cilën fjalët art, kulturë dhe trashëgimi duhet të jenë kryefjala e saj. Ju falenderit. E vlerësoj shumë këtë takim, këtë iniciativë për të bërë evident të atmosferë vakumi kulturor. Ajo që duhet të nënvizoj janë shkaqet dhe rrugëzgjidhjet. Të themi teatri kombëtar. Aja fillon me buxhetin. Buxheti i teatrit kombëtar i akorduar nga Ministria e Kulturës është sa çka Foristradën një deputet, sigurisht të blerë me një çmim më të ulët. Vetëm ky fakt të bën të rrudhësh buzët e sigurisht të rrudhësh edhe faqet. Teatri i komedisë si një gjetje politike, sepse për mua nuk ka qenë kurrë një gjetje profesionale artistike, rreket me një buxhet më minimal. Qendra kulturore, më duket se ka vetëm drejtorin e ri, por nuk kemi akoma një prononcim për detajet se si funksionon kjo qendër. Për të sqaruar edhe një tjetër gjë, në shkurtimin e buxheteve në vlerën 20, 30, 40 apo 50%, ky shkurtim dyfishohet, sepse sopata e shkurtimit bie pikërisht mbi projektet. Zërat e tjerë si pagat, investimet apo mirëmbajtja nuk ndryshojnë. Për mos përmendur pastaj gjëra edhe më të trishtueshme, që artistët vejnë vepra
dhe duhet presin që të paguen. Gjithmonë në këtë atmosferë më vjen ndërmend një shprehje e Karlo Levit në romanin e tij Tokë e mohuar, ose siç ka në origjinal Krishti u ndal në Eboli. E keqja nuk është ajo që duket, por ajo që vjen më pas. Dhe ç'po ndodh? Është fashitur sensi krijues, e përjedhoi, është tërhequr publiku. Veprat shpesh lindin dhe shuhen. Dhe jo gjithmonë është 100% determinant shkurtimi i buxhetit, por edhe shkurtimi i ideve, i strategjive, i politikave të institucioneve përkatëse. Ka pasur edhe vepra për hir të së vërtetës mbi nivelin mesatar, me tentativa për të ballafaquar me dinjitet në publik, por pa u bërë pjesë e publikut tradicional numerik të teatrit kombëtar. Dhe kjo është pjesë e një menaxhimi të prapambetur, e një vizioni menaxhues të prapambetur. Nuk dim ende vizionin e teatrit të komedisë. Kam përshtypjen se po merr vizionin e një skene që i dhuron spektatorit vetëm të qeshura. Dhe kjo po ashtu të kur atë atmosferë artistike që i takon një kryeqyteti. Duam apo s'duam, le ta pranojmë që kemi hyrë në një krizë ekonomike, por s'kemi pse të hymë në një krizë idesh. Mendoj se janë të gjitha kushtet, edhe në këtë varfëri, që të vjen vepra që të komunikojnë me publikun me një nivel dinjitoz. Të gjithë ndjejmë apatinë e institucioneve, të kurrjen e tyre, gjë që është e mishëruar edhe tek artistët. Ka madje artist me emër, tepër të talentuar, që në këto kohë roli i tyre i vetëm është futin dhe të nxjerrin atë kartën e debitit nëpër bankomate. Megjithatë, unë kam bindjen se duhen njerëz energjik, specialistë të fushës që ta njohin dhe ta duan artin për ta vënë atë në lëvizje. Bëhen ligje për artin, por nga specialistë që nuk kanë asnjë pikë konvergimi me artin. Dhe ç'pret. I njëjti problem është edhe për kineman, por me një karakter disi më specifik. Për sa i përket buxhetit, është e njëjta logjik. Edhe këtu përsëri i referohem Karlo Levit, e keqja është ajo që vjen më pas. Filmat për hir të buxhetit të kurren, ngjarjet zhvillohen gjithmonë në një ambient, në një fushë me bar apo në një interier spitalja, shtëpie, ku di unë, me 2-3 personazhe të kategorisë së dytë, aktorë të kategorisë së dytë dhe para të çuara dëm. Filmi mbas premierës përfundon në arkiv dhe na rrofshin statistikat e prodhimit. Por avantazhi që ka Qendra Kombëtare e Kinemas është se ka një ligj që funksionon. Dhe shtyn krijuesit të vetë inicioj prodhimin kinematografik, duke gjetur bashkëprodhim, edhe pse janë shumë të rralla. Ka edhe raste kur në mungesë, ose më saktë në vonesë delegimi buxhetesh, producentët vazhdojnë prodhimin duke marrë kredi bankare. Pra, kjo tregon se kur ka një ligj të mirë, nuk bllokohet hapësira, nuk bllokohet imagjinata dhe për rrjedhoj nuk mungojnë as vlerat. Por paradoksi dhe kolapsi që ka sot Qendra Kombëtare e Kinemas është nga ana burokratike, se nuk ka pushtetin që të ekzekutoj ligjet e miratuara në parlament. Për këtë duhet institucione të tjerë, të motivuara dhe iniciuara nga Ministria e Kulturës, e cila nuk e imagjinon problemin që unë do të ngrej këtu. Ekziston në ligj, por që nuk implementohet, për çdo transmetim televiziv në të çdo stacioni për një film të huaj apo shqiptar duhet paguhet një taks e cila të inkasohet buxhetit të Qendrës Kinemas për prodhim kinematografik. Për çdo transmetim televiziv të çdo stacioni për një film të huaj apo shqiptar i nënshtrohet marrjes së një licence nga një komision i Qendrës Kombëtare të Kinemas. Kështu funksionon në Francë, nuk është se e kemi shpikur ne, të paktën ta aplikojmë edhe ne. Këto janë disa nga problemet që desha të ngrija, ka dhe shumë të tjera që kërkojnë zgjidhje të tjera, por le të mbetemi optimist që gjërat hap pas hapi do të duken edhe më të bukura nga ç'janë. Është e vërtetë që në gjitha programet e partive politike, fjalët më të pakta, më konfuzet dhe ato më të neglizhurat janë ato për artin dhe kulturën. Besoj të gjithë e dim faktin e qeverisë franceze që në kohën e krizës uli të gjitha zërat, përveç atij të artit dhe kulturës, me logjikën e përjetshme që konturohet në këto fjalë. Arti
nuk mund të shpëtoj botën në kohë krize, por të paktën përmirëson imazhin e saj. Faleminderit. Faleminderit. Më vjen mirë që jam sot me këtë tryezë të përbashkët për biseduar mbi një nga elementet kyç të zhvillimit të shoqërisë, siç është arti dhe kultura. Personalisht ndodhem në një pozicion ku ato çka do prek më poshtë i kanë të bëjnë qoftë me artin, qoftë edhe me kulturën, kështu që natyrisht që unë këtë bisedë më shumë se çdo gjë kur flitet për artin do të jepja përparësi një zinxhiri të gjatë të procesit të krijimit të një artisti. Dhe është pikërisht ky proces që më pas në krijimtarinë e çdo artisti lë gjurmë të rëndësishme në mënyrën se si ai e percepton, procedon dhe në fund na jep një produksion artistik, një produkt artistik. Përpara se të flisja për institucionin ku jam, për Akademinë e Arteve ose sot Universiteti i Arteve, unë do të kisha dëshirë të theksoja një element që është i rëndësishëm në formësimin e një krijuesi, dhe janë pikërisht shkollat e mesme artistike, si dhe rrethanat në cilat ai rritet edhe formohet. Do doja të ndaloja në mënyrë të veçantë në këto struktura edukuese, artistike, të cilat i paraprin procesit të edukimit më pas në Universitetin e Arteve. Me sa jam informuar, një numër i madh i qyteteve tona kryesore i kanë të ngritura këto struktura. Gjithsesi është në interesin ton që të kemi mundësinë dhe kapacitetet për të rishikuar kushtet në të cilat ato funksionojnë. Sipas mendimit tim, këto struktura kanë një sër mangësish, si mungesën e një infrastrukture funksionale dhe në përshtatje me vetë qëllimin e tyre, kanë mungesë të theksuar të stafit cilësor pedagogjik në këto qytete, kanë mungesën e një klime të mirëfillt artistike në qytetet, si një shtysë thelbësore në procesin e edukimit artistik. Në mendimin tim do të ishte mjaft e udhës që shkollat artistike të cilat i kemi në shumë qytete, duke qenë se kanë kapacitetet limituara stafi dhe infrastrukture, të organizoheshin në nivel rajonesh. Dhe ky lloj organizimi do të rriste më shumë përqendrimin si nga ana e përsosjes së infrastrukturës, po ashtu edhe të stafeve cilësore pedagogjike. Gjithashtu ky lloj përqendrimi do të gjallëronte dhe për këtë kam bindje edhe vetë jetën artistike të këtyre qyteteve, në mënyrë të veçantë ky lloj organizimi do të pasuronte edhe gjeografinë artistike të vendit në tërësi, duke krijuar disa qendra të prodhimit dhe të konsumimit të artit. Mos harrojmë sot të dashur miq që kemi teatro apo estrada në përrethe që i jepet një 5 milion çiri në vit për projekte artistike, por mund t'ju them me bindje që konsumohet apo krijohet vetëm një projekt artistik i cili shet dritën e skenës vetëm për një natë dhe më pas gjithçka shkon dëm dhe të gjithë ata kolegë tanë të përfundojnë nëpër kafene duke pirë një kafe apo një gotë diçka tjetër. Vetëm ky lloj rishikimi do të mendoja pra i vendosjes nëpër disa qarqe ndoshta, nëse do të përdorej ky term. Dhe rivendosjet këtyre strukturave në një cilësi tjetër do të bënte të mundur që më pas prurjet që do të kishim ne në Universitetin e Arteve të rinjve të jenë në një niveli më të lartë. Unë me këtë duhet të them se jo se ne nuk jemi përpara disa sfidave dhe probleme për të zgjidhur si Universiteti i Arteve, por pika e nisjes do të ishte e ndryshme, pra do të ishte një niveli më të lartë dhe procesi ynë akademik do të kishte përpara tij synime dhe objektiva të tjera. Do të ishte me shumë rëndësi që gjithë ajo energji e cila shpenzohet në vitet e para këtu tek ne në Universitetin e Arteve për të krijuar një standard të pranueshëm të një kandidati që ka ardhur për të bërë nesër artist, të orientohet drejt një produkti metodiko artistike të cila të kishte një impakt të ndjeshëm në arenën artistike këtu në Tiranë apo edhe më tej. Pra duke thënë këtu unë do të doja theksoja një nga objektivat të cilat duhet fuqizohen, që duhet fuqizohet nesër, mendoj se duhet të jenë ato që të menaxhojmë në mënyrë më të dukshme vlerat e krijuara dhe t'u propozojmë ato mjediseve artdarse të qyteteve tona. Një element tjetër të cilin dua ta theksoj dhe e cila do të jetë edhe një nga sfidat tona në të ardhmen, të cilin ndoshta unë do ta prek edhe në tavolinën që do zhvillohet për arsimin, do të jetë edhe rritja e ndjeshmërisë së kurrikulave pedagogjike në drejtim të problemeve komplekse sociale me të cilën ballafaqohet sot jo vetëm shoqëria shqiptare, por më tej. Këto ndjeshmëri duhet të jenë edhe pjesë e proceseve metodiko-artistike, ashtu siç janë edhe pjesë e krijimtarisë sonë edhe asaj botërore. Faleminderit. Me qenë se dhe kamerat dolën, unë kam vendosur të mos jem politikisht korrekt. Në kuptimin që do ta shfrytëzoja këtë takim për të thënë që shoh
që akoma edhe Partia Socialiste si dhe partia që është në pushtet nuk i ka shkuar deri në thelb problemet që ka lidhur me artin dhe kulturën. Unë vetë do ngacmoja 2 pikat cilat i quaj themelore dhe pa të cilat besoj që gjithmonë do ngelim në kuadrin e referimeve të pafundme dhe pastaj kur ju të vinin pushtet, asgjë nuk do ndryshoj. Pika e parë fare është ajo që zoti Beqa e preku në fjalën e tij në fakt, që është shkëputja totale e Ministrisë Kulturës dhe Artit dhe Kulturës nga politika. Pra, Ministria e Kulturës, dhe kjo duhet jetë e nënvizuar me shumë stilolapsa të çfarëdo lloji ngjyrave, sepse Ministria e Kulturës sot është thjesht një fondacion në shërbim të politikës. Në Ministrinë e Kulturës sot ne kemi, shikoni aktivitetet që zhvillon Ministria e Kulturës. Shkojnë përgjithsisht gjithë administrata e Ministrisë Kulturës. Merë pjesë atje, me fëmijë, me kalamaj, me gjithë. Është një festivali i Butrindit që bëhet në Sarandë. Po shkoni shifni spektatorët, janë familjarët dhe gjithë në punësve që punojnë në Ministrinë e Kulturës me gjithë kalamajt e tyre. E kanë kthyer në një festival pushimesh. Pra, kjo është pika më e rëndësishme. Pika e dytë, dhe që unë do thoja këtu ne shkojmë pastaj në thelbin e gjërave, është fakti që ne njëherë për gjithmonë duhet që t'ja kthejmë artin dhe kulturën shqiptare publikut. Ai është pronari i artit dhe kulturës shqiptare. Komunitetet artistike kanë filluar në bazë të tendencave që ka politika shqiptare për të përdorur, ta abuzojë me këto institucione dhe i ka kthyer në celula politike. Jam shumë dakord me të gjitha ato që tha Liza, por më bën çudi pse Liza nuk përmend një pikë që ka shumë lidhje me teatrin kombëtar, që është sistemi kontratual. Këto janë institucione rrogtarësh të përjetshëm. Do t'ju jap një shembull pa emër, sepse nuk dua që të marrë në përgojë njëri. Në teatrin kombëtar keni një individ që është për Guinness. Ka 25 vjet që merr rrogën dhe nuk bën asnjë rol. Dhe e kam takuar një herë e një kohë në zyrën e zotit Rama kur ishte ministër kulture, se i shkonte zotit Rama se donte të bëhej drejtori i teatrit kombëtar. Dhe ky njeri vazhdon të jetë aktori i teatrit kombëtar sot. Pra, gjëja e parë fare, thelbi është t'ja kthejmë publikut. Si bëhet kthimi në publik? Bëhet nëpërmjet konkurrencës, pra që e sjell sistemi kontratave, dhe në radhë të dytë nëpërmjet tregut. Pra, teatri shqiptar, arti skenik shqiptar duhet futet në treg. Duhet jetë kjo lloj konkurrence e cila të sigurojë produktin sa më të mirë. Për mos u zgjatur më tepër, do t'ju bëja edhe një sugjerim konkret, aktual. Ju keni shumë bashki në Shqipëri që i keni në varësinë tuaj si parti politike. Mund t'jepni një shembull shumë të mirë në këto bashki se si mund të ndryshoj koncepti i menaxhimit të artit dhe kulturës. Po ju them vetëm një gjë shumë të vogël që sot unë mbasi më hoqën nga teatri kombëtar se thash po këto gjëra që po them tani, për këtë jam hequr nga teatri kombëtar, se dola në televizor dhe thash që marrin rrogat sa aktorë atje edhe nuk punojnë. Edhe më hoqën nga puna. Tash jo zot ju më fusnin punë prapë atje se edhe unë i shkreti duhet jetoj, po çfarë rëndësie ka? Tani unë punoj në Durrës, se më kanë degdisur, kam shkuar atje, jam i internuar disi, edhe këtu afër është Durrësi dhe unë jam shumë i lumtur për këtë. Bashkëpunimi që ka teatri i Durrësit ose Pallati i Kulturës i Durrësit me zotin Vangjur Zhdaku ka qenë një shkëlqyer, për të thënë të vërtetën. Një mbështetje morale, financiare, vjet, domethënë me sa ai kishte mundësi. Si vjet, nuk arrin dot në Durrës, sepse majorancën e ka të Këshillit Bashkiak e ka e djathta, nuk arrin dot të zgjedhin bordin e kulturës. Edhe e dini çfarë ndodh? Nuk ka asnjë lek për artin dhe kulturën. Absolutisht. Domethënë ti duhet bësh një shfaqje me kosto zero, po me kosto zero jo për të paguar ne si artist, po për të realizuar 2-3 shpenzime shumë banale që ka një eveniment, një shfaqje. Pra ti nuk blen dot asnjë palë këpucke gabi, jo të themi ne që të shkosh edhe ti blesh tek Pierre Cardin, se nëse. Edhe problemi është këtu, atje është bllokuar bordi i kulturës sepse majorancën e ka e djathta. Dhe çfarë ndodh? Në vend që bashkia ose bashkitë e rrethave, pra aty ku punojnë socialistët, të kenë një fond publik, të cilin për artin dhe kulturën, të cilin ta parashikojnë në buxhet si zëm vete, që në fillim, dhe e diti që kur kalon buxheti, kalon dhe ky fond që ka lidhje për teatrin. Rrihet dhe shkohet në kapriçot politike të bordeve të kulturës etj. Dhe ka një çartafillosje totale. Këtë e thash për të dhënë një provë për Partia Socialiste që e ka seriozisht. Faleminderit, kaq kishim. Mirëmbrëma.
I falenderoj organizatorët e kësaj tryeze që i kushtuan një vëmendje të veçantë edhe librit, si pjesë e natyrshme e krijimtarisë artistike të këtij vendi dhe si pjesë e rëndësishme e identitetit tonë kombëtar. Do të ndalem në fjalën time në 5 nga problemet më akute që ka fusha e editorisë private, po dhe ajo e librit në marrëdhënie me shtetin dhe në marrëdhënie me kolegët tanë në rajon, dhe do të mundohem të sugjeroj apo të jap disa mendime se si mund të zgjidhen këto probleme në të ardhmen e afërt. Së pari, do të doja të përmendja këtu që mbështetja e shtetit tonë në përçimin e vlerave tona krijuese në formën e librit përtej kufive shtetëror është inekzistente. Dhe për këtë do t'ju thosha se në të gjitha vendet e rajonit, por duke përfshirë edhe gjithë vendet e Evropës perëndimore, të cilat nuk kanë nevojë të përçojnë vlerat e tyre forcërisht në vendet e tjera më të vogla të botës apo në vende më të mëdha të saj. Kanë në strukturat e tyre të ministrive të kulturës apo si institucione më vete, institucione të tilla si qendra kombëtare e librit. Dhe këtu flas për shtete si Greqia, Franca, Gjermania, Suedia, Norvegjia, Brazilia, Argentina, Spanja, Slovenia, Kroacia, Maqedonia Fqinje, të cilat kanë krijuar qendra kombëtare të librit pikërisht për të mbështetur përkthimin e autorëve të tyre në gjuhë të tjera të botës. Kanë fonde të veçanta që mbështesin përkthimin e autorëve vendas në gjuhë të tjera në mënyrë që t'i bëjnë vlerat e autorëve vendas të barazvlershme me ato të tjerëve në botë. Gjë që këtu tek ne as ka ekzistuar dhe as nuk ekziston deri më sot që prej 20 vjetëve, ka ekzistuar përpara viteve 90 me përzgjedhje, por pas viteve 90 ka qenë inekzistent si fond. Besoj se duhet jetë një nga pikat e forta që forca juaj politike do të mund të rregullonte në vitet e ardhshme. Një problem tjetër i madh dhe akut është mos funksionimi i bibliotekave publike në të gjitha rrethet. Biblioteka që para viteve 90 kanë kapur shifra të tilla si rreth 2400 biblioteka publike, tashmë ky numër është rrudhur në shifra qesharake, 35 mund të jenë gjithsej bibliotekat në përrethe që funksionojnë, por dhe këto kanë fonde minimale për pasurimin e tyre. Si rjedhoj lexuesit të cilat i përkasin shtresave sociale që e kanë të pamundur ta blejnë librin në librari, nuk mund t'i drejtohen as këtyre bibliotekave për të shuar këshërinë e tyre rreth botimeve të reja, por dhe për të marrë prej tyre atë element qytetarie të nevojshme që i duhet çdo individi që jeton në shoqëri, në një shoqëri të moderuar apo në një shoqëri të cilën ne synojmë si ajo evropiane. Së treti, një problem shumë i madh është pasurimi i bibliotekave të shkollave. Biblioteka që janë ngritur gjatë 10 viteve të fundit me ndihmën e fondacioneve të tilla si Fondacioni Soros apo fondacione të tjera dashamirëse ndaj kulturës shqiptare, por që po pasurohen dhe e kanë kthyer këtë proces në një proces korrupsioni galopant, që në mënyrën se si hartohen listat nga Komisioni Përkatës pranë Ministrisë së Arsimit, listat e librave që u rekomandohen fëmijëve të shkollave 9 vjeçare dhe atyre të mesme, dhe deri në mënyrën se si përzgjidhen librat e botuara nga botues që qëndrojnë afër politikave të djathtë të qeverisë së sotme. Nga drejtoritë arsimore përkatëse, do të thosha që fondet shpërdorohen në mënyrë fare të hapur. Nëse do të bëhe një investigim fare i vogël, qoftë edhe nga gazetarët, jo më nga institucionet përkatëse të taksave, do të vërenin që magazinat e drejtorive arsimore të rretheve janë të mbushura me libra që nuk janë gjë tjetër veçse mbeturina të botuesve që janë afër së djathtës dhe që kanë zbrazur magazinat gjatë këtyre viteve duke përdorur fondet publike në shërbim të tyre dhe për pasurimin e tyre personal. Së katërti, një problem shumë i madh është qarkullimi i librit në rajon. Ne jemi një komb që gjatë këtyre viteve kemi pasur mjaft favore duke krijuar, të themi së fundmi, shtetin e Kosovës. Por edhe shtetet të tjera si Maqedonia, Mali i Zi, Greqia apo Italia kanë në përbërjen e tyre një numër të madh të shtetave zvetan që punojnë dhe jetojnë aty. Do duhet që ministritë përkatëse në të ardhmen, apo qoftë edhe sot,
Ministrit përkatëse ato të arsimit, kulturës, ekonomisë dhe financave në takimet e tyre bilaterale me ministrit e vendeve përkatëse të rajonit, duke përfshirë këtu dhe Italinë dhe Greqinë, do të duhet që t'u imponohen atyre që libri të qarkullojnë në rajon pa taksa, të jetë i liruar prej tyre. Dhe kjo është në favorin ton si kom, sepse ne kemi nevojë që librin ta përdorim për kontaktin ton sa më të ngushtë me lexuesit këtej andej kufive, përderisa jemi kaq të shumë në rajonin e Ballkanit dhe pak më gjerë. Dhe së fundmi do të përmendja këtu një problem që duket i vogël, por që në të vërtet nuk është i tillë, përderisa ka të bëjë me sistemin e taksave, që prej vitit 2005 ministri aktual i financave i ka përjashtuar shtëpitë botuese si objekt të TVSH-s, taksës mbi vlerën e shtuar. Duke i përjashtuar ata nga kjo taks, ai bën demagogji duke thënë se libri shitet nëpër librari pa TVSH. Në të vërtet, kjo është një vërtet e cunguar apo një gënjeshtër për më shumë. Pse? Sepse libri, kudo që prodhohet në Shqipëri, në çdo shtypshkronjë, paguan një taks prej 20%, të cilën botuesi është i detyruar ta vendosë në çmimin e librit që shitet në librari. Dhe si rjedhoi blersi, si më i fundit që paguan në librari, të paguaj edhe këtë çmim. Çmimin prej 20% që ne i paguajmë çdo shtypshkronjë shqiptare. Dhe për më shumë, duke na përjashtuar nga sistemi i TVSH-s, ashtu si edhe mjaft si asnjë, të themi, subjekt tjetër në këtë vend, na ka dëmtuar shtypshkronjat vendase duke favorizuar shtypshkronjat e huaja. Libri që botohet dhe shtypet jashtë Shqipërisë hyn në Shqipëri pa taksa, pa paguar tatimin mbi vlerën e shtuar, dhe duke i krijuar kështu favor shtypshkronjave të tjera në rajon për të botuar ata librat tona. Gjë që do duhet të rregullohet në një të ardhme sa më të afërt. Unë ju uroj punë të mbarë grupit që do të merret me këto çështje, si edhe forcës tuaj politike së shpejti. Ju falenderit. Do them vetëm dy gjëra të shkurtra. Do filloja me një shprehje të Zhvekut që mua më pëlqen shumë. Problemi nuk është se janë shmend gjithë, thot Zhveku, po se janë shmend gjithë në të njëjtën kohë. Dhe realisht duket sikur janë shmend gjithë në të njëjtën kohë. Para 2 ditëve dëgjova në televizor që me rastin 100 vjetorit pavarësisë do restaurohen minaret e 4 xhamive në Shqipëri. Ky është nonsensi më i madh që kam ndëgjuar, me gjithë respektin dhe dëshirën, edhe vetë do kisha kontribuar për restaurimin e minareve të xhamive që mund të jenë trashëgimi kulturore, po të festosh pavarësinë e Shqipërisë nga Osmanlit duke restauruar minare xhamish, më zhduk një nonsens total, e cila nuk ka pse të nxirret në pah. Ajo është një punë rutinë që duhet ta bëjnë institucionet dhe nuk është një gjë me të cilën mund përkujtohet pavarësia e vendit. Dhe këtë e thonë autoritetet më të larta të shtetit. Besoj që sistemi i trashëgimisë kulturore ka shumë vjet që ka ngecur në fushën e tij për të reformuar, duke krijuar një hapësirë të jashtëzakonshme distance ndërmjet vendeve që na qarkojnë ne. Shembujt nuk duhet të kërkoj as në Francë dhe as në Angli, po flas me Greqinë dhe Italinë dhe Malinezi, që janë vendet historikisht, themi, vendet e kontaktit fizik me të cilat kemi qenë ne. Pa të filluar një reformë në kohën kur për koincidencë kryetari i Partisë Socialiste ishte ministër i kulturës para shumë vitesh, e cila u finalizu ndoshta para kohë atëherë me licencimet që u morën fushën e trashëgimisë kulturore, që ishte një hap i domosdoshëm dhe i jashtëzakonshëm që ka sjellë shumë përfitime në këto vite, por që gjërat ngelen atje. Dhe tani skemat abuzive kanë filluar të rindërtohen mbi bazën e kësaj dhëne të cilën e morën të gatshme. Sepse sistemi nuk vazhdoi të reformohet me një ide që kishin për krijimin e autoriteteve mbikëqyrëse, ato që në Itali quhen sovrintendenca, ku secili rajon apo qark i Shqipërisë do të kishte autoritetin e vet mbikëqyrës dhe në Tiranë do të ishte një autoritet gjeneral i përgjithshëm qendror, i cili mbikëqyrte autoritetet mbikëqyrëse rajonale. Formuam drejtoritë rajonale në përrethë, arritëm bënim 6 parqe kombëtare në modelin e parkut Butrintit, i cili është një model ndërkombëtarisht i pranuar dhe i duar trokitur nga institucionet, themi, të nivelit më të lartë elitar në botë, siç është Getty Institute apo institucione gjysmështetërore si ICROM ose UNESCO, dhe këto të dhëna, pra që duhet të them një farë mënyre leadershipi sot i kanë në përduar, nuk di se si t'i përdori. Domethënë ne kemi lënë disa armë
në sensin pozitiv të fjalës, me cilën të luftohet abuziviteti dhe të luftohet edhe fatkesia që i ka rënë monumenteve gjatë gjithë kësaj periudhe, të cilët ata i përdorin si lodra dhe jo si armë. Domethënë nuk janë në gjendje të kuptojnë se si funksionon ky mekanizëm. Dhe të gjitha reformimet që janë bërë ligjit për trashëgiminë kulturore, që është amenduar 2 herë, janë vetëm arnimet e një ligji me copën e vet, pa arritur të bëjë një reformim thelbësor në këtë mes. Trashëgimia kulturore duhet konsideruar e integruar. Nuk mund të bësh një ndërhyrje në një monument kulture, supozojmë në Kalanet e Pelenës, meqense ajo është një kala e cila kohët e fundit po del vazhdimisht në skenë, edhe prej problemeve që ka, po dhe prej sensibiliteteve të një kryetari 3 bashkie që operon atje, pra nuk mundet të çosh fonde në TPL pa menduar të integrosh këtë me itinerarët kulturore, supozojmë, cilët sot janë aq modë në botë, me rrugtimin që ka bërë Lord Bajroni, ose me influencat që ka pas Ali Pashaj të Pelenës, kujtimi i cilit është shumë i gjallë dhe në Shqipëri shumë pozitiv. Nuk mundet dot që gjithë kjo të mos integrohet edhe me turizmin rural, që konsiderohet si një nga rizurset ku Shqipëria mund të marrë pjesë, pikërisht ndoshta edhe për shkak të varfërisë që e ka karakterizuar deri në momentin që ne po flasim. Dhe gjithë këto nuk mund të mos integrohen me disa ndërhyrje që pa të filluar Ministria e Kulturës para disa vjetëve t'i bënte për rishpikjen ose rigjetjen e recetave, qoftë edhe për gastronominë lokale, për kuzhinat lokale, të cilat duhet ndryshojnë nga një rajon në rajon tjetër. Pra besoj që grupi punës i cili merret me formatimin e programit në këtë fushë për cilën po flas, duhet konsideroj që ndërhyrjen në trashëgiminë kulturore duhet të bëhet integruar, jo sektoriale, jo të sektorizuar. Ky është thelb dhe kam idenë që suksesi i kësaj do të shikohet shumë shpejt. Nuk është që kanë munguar parat, nuk është ky problem. Kryetari tha pak më parë që problemi i parave do të jetë gjithmonë një problem konstant, sepse interesi ndaj çdo teme është në rritje, pavarësisht nga sasia e parave. Problemi është që këtu kanë munguar idetë, dhe këto ide edhe kur janë hedhur nuk ka pas entuziazëm për t'i vazhduar. Dhe ajo që besoj do arrit të krijohet një lloj sinergjie me ky program që do të hidhet shumë shpejt dhe ne do ta shohim të artikuluar, shpresoj në formën të mirë, është pikërisht i bëj njerëzit entuziastë për ide që çdo tavolinë kam idenë që mbledh mjaft ide. Entuziazmi është thelbi i suksesit. Pra, për ta mbyllur këtë sugjerim që kisha unë, ishin 2 gjëra. E para që të gjitha ndërhyrjet në trashëgiminë kulturore të shikohen të integruara, dhe e dyta është i domosdoshëm që të kryhet decentralizim duke ruajtur një farë kontrolli nga pushteti qendror, që do thotë krijimi i autoriteteve mbikëqyrëse rajonale dhe një krijim i një autoriteti mbikëqyrës qendror i cili merret vetëm me autoritetet lokale. Faleminderit. Do të them se ka një rëndësi të jashtëzakonshme për paraqitjen e identitetit kulturor, për paraqitjen e vlerave të përbashkëta europiane dhe përfaqësimin sa më të mirë të këtyre vlerave në arenën internacionale. Duke qenë se unë punoj prej vitit 2001 për qeverinë austare, Ministrinë e Jashtme, Ministrinë e Kulturës, Bashkinë e Vjenës, më çdo mundësia të lëviz me këto iniciativa, me këto strategji politika kulturore në shumë nga metropolet kryesore të BE-s, duke nisur në daljen e parë jashtë Vjenë në Shkup, ka qenë ministri i Jashtme Ferrero Waldner në atë kohë që më thirrri mbas një vizite që kishte bërë në Shkup, një takim me Branko Çevenkovskën, dhe më tha që donte pikërisht nga Vjena të startonte iniciativë për të dhënë një mesazh të bashkëtesës mbas marrëveshjes së Ohrit, e cila iniciativë do të startonte pikërisht nga Vjena. Dhe ideja ime atëherë ishte arti përmirëson kohën. Arti përmirëson kohën, nuk do të thoshte thjesht vetëm se nëse ti do merresh me art, do kesh tërë javën diell, por arti përmirëson kohën kishte të bënte më shumë me marrëdhëniet ndërmjet njerëzve, raportet me njerëzve, klimën e bashkëpunimit dhe të mirëkuptimit. Dhe ishte në vërtet një iniciativë jashtëzakonshme, e cila mua atëherë më solli në konceptin e një lëvizje të re kulturore, një lëvizje rajonale, duke parë të artistë të Maqedonisë që mundoheshin që të paraqiseshin sa më mirë karshi këtyre artistëve të tjerë që vinin nga vendet e tjera të Europës. Dhe mbasi mbarova saj këtë iniciativë, unë startova nga Kairo, ndërmjet Danubit dhe Nilit, ishte një ftesë e Ministrisë së Kulturës së Egjiptit, ndërmjet Danubit dhe Nilit, ishte thjesht një titull simbolik, po me një karakter të gjerë, domethënë kulturat e vendeve të shkëlqyera të ku kalonte Danubi, flasim që nga Gjermania deri në detin e Zitja, ballafaqonim atyre të Nilit, dhe që ishte vërtet një sukses. Po gjithashtu ishte edhe
Good Morning Balkan, të cilën e nisa nga Athina në 2003. Normalisht unë duhet ta nisja nga Prishtina, por ishte qeveria Kostas Simitis atëherë, ministri ishte Venizelos i sotëm, që e thithi për njerë dhe donte që në agendën e Thesalonikis që kishin në qershor të 2003 të paraqiteshin me një iniciativë europiane. Dhe nisa nga Athina dhe ishte një histori suksesi. Flasim për 100 tapa drejt Europës, cilën e përgatita në Pokradec në 2009 dhe imagjinoni të nderuar zonë zotërej, një rrugë 250 metër që paraqiste identitetin e përbashkët europian, që paraqiste identitetin e kulturën ku pjesë e cilës dhe Shqipëria. Dhe më thënë, në 250 metër të paraqitet historia e Europës që nga antiket, që nga Homeri e deri në ditët e sotme, duke bërë stacionit që ka lëvizur Europa e sotme. Duke nisur gjithmonë nga Voltaire, i cili kishte thënë 400 vjet më para se 4/5 e kulturave të popujt e Europës është e njëjta gjë. Vetëm 1/5 bën ndryshimin. Dhe ishte pikërisht në konceptet e mia, të cilën e kisha rarë ka qerë në Good Morning Balkan, ishte pikërisht kjo 1/5 që ishin munduar gjithmonë këta fundamentalistët, ishin munduar gjithmonë sisteme totalitare të shfrytëzonin për të treguar përsin që kishin kashi popujve të tjerë. Krijimi i strategjive kulturore, siç është edhe e fundit, kjo e nisur pikërisht nga Shqipëria, nga Vlora, dhe që partia bëri stacion në Fier, ishte Europa ndërmjet me edhe te, cila u paraqit 7-8 herë në Vlorë, ishin gjithë ambasadorët e Bashkimit Evropian të ardhur në Vlorë, një prezantim në Prishtinë në vitin e kaluar, apo një muaj më përpara në House of the European Union në Vjenë. Domethënë tregoj se Europa është e hapur. Europa është e hapur që të pranoj jo vetëm kulturat, të lulëzoj kulturat e ndryshme të popujve të cilat bëjnë pjesë në këtë 27, po dhe ato iniciativa që vinë nga ato vende të cilat akoma nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian, po që janë pjesë e kësaj Europe. Dhe nuk është rastësi që Europa ndërmjet me dhe te do të bëjë stacion në maj në Athinë për të kaluar në tetorin në Ndorë, në Bruxelles e vende tjera. Tregojnë se krimi iniciativa, ku tregojnë vlerat e vërteta të një shoqërie, të një vendi, të një cili bën pjesë në Europë. Bota është e hapur, Europa është e hapur dhe i përqafon. Dhe qëllimi i këtyre iniciative është që identitetin e përbashkët europian, në cilën bën pjesë dhe Shqipëria, ta vendosim në rrugën tonë të integrimit europian. Dhe këto kërkojnë identitet dhe këto kërkojnë kulturë. Që të bësh, të krijosh, të jesh i mirë informuar mbi politika, mbi strategjitë. Slogani kryesor i BE-s sotme është ta bashkojmë Europën nëpërmjet kulturës. Detyrimisht që Jean Monnet në 73 para se të vdiste nuk ishte ndërmend të Shqipërinë e sotme, kur tha nëse do të më jep edhe një mundësi ta krijoj bëjnë do nisja atë nga kultura. E kishte parasysh Francën, kishte parasysh Italinë, kishte parasysh Anglinë apo Austrinë, nuk kishte parasysh Maqedoninë dhe Shqipërinë. Dhe vende të cilat ekonominë kishin të stabilizuar, kishin vitet e ardha të ekonomisë europiane atëherë. Dhe nuk do të themi që kjo, slogani i Jean Monnet atëherë gjen në ditët e sotme në Shqipëri, pasi problemet e kryesore të Shqipërisë nuk është kultura vetëm dhe transmetimi i saj, ato janë pjesë e integritetit kulturor, por ne duhet mundohemi që pikërisht këtë dinamik që ka kultura shqiptare, këta talentet jashtëzakonshme që ka Shqipëria sot, të cilët në mënyrë personale, siç e tha dhe Rama, jo të mbështetur nga shteti, po japin një figurë të jashtëzakonshme, duhet ja kthejmë këtë kulturë, këtë t'ja kthejmë politikës Shqipëri, që ta bëjmë politikën të mësoj nga kultura dhe jo kulturën të përfitoj nga politika. Ka të thosha. Faleminderit Fate. Unë besoj se në këto 75 minuta diskutuam për kulturën, për artin, skenikun dhe kinematografikun, muzeet, librin, trashëgimin, rolin e kulturës në një shoqëri më globale. Gjykoj që këto do të jenë edhe çështjet ku ne do të vazhdojmë të fokusojmë sigurisht me atë që nënvizoi Ervini, t'ja kthejmë sa më afër publikut dhe sa më gjerë kulturën.